është një rutinë ose një përgjithësi e punës së tyre për t'u angazhuar në vendet e Ballkanit, por gjithashtu edhe raste specifike. Mesazhi, sado që nuk ka qenë do të thotë publik për gjithë neve, ka qenë mesazh i shkruar me shkronja të mëdha dhe i drejt për do të thotë gjithë procesin e cili është duke ndodhur në Kosovë. Se sa mund të mirën, do të thotë për ta thjeshtuar këtë pjesë të hyrjes, se sa do të mirën përballë do të thotë nga aktorët të cilët janë do të thotë një nga ata të cilët mund të ndryshojnë këtë gjendje për të formuar qeveri dhe për të ecur përpara mbas asaj maratone të jashtëzakonshme të kuvendit. Besoj që nuk do mirëfillen sepse kjo është dëshmuar në vazhdimsi, 8 muaj gati se erdhin në shkurt i vitit tjetër. Por besoj do të keni edhe një sy tek plani i rritjes dhe përfitimet që Kosova do t'i është e rëndësishme po. Kishte nga gjithë kjo dhe 8 milion. Po, nuk janë pak. Kur kemi biseduar viso këtu, kur disa nga panelistët këtu edhe thonim që po humbim shumë në aspektin politik, në aspektin kohor, në aspektin ekonomik, shpesh kanë thënë janë tallë, po s'janë asnjë gjë të parë kur bëhet fjalë për sovranitet, kur bëhet fjalë do thotë për gjërat të cilat janë në mirë të shtetit, saqë të zhdukur vetja sikur vërtet i kundër këtyre gjërave të mira të Kosovës, por nga njëra anë ke kuptuar se sa shumë i duke humbur. Gjithashtu mesazhi i dytë ishte që Bashkimi Evropian e shet shumë të rëndësishëm, e kanë thënë dhe vazhdojnë ta riteksojnë zgjerimin, do thotë me vendet të cilat nuk janë pjesë të Bashkimit Evropian, e aq më pak Kosova që s'është akoma as antare, do nuk e ka statusin e për qenë antare e Bashkimit Evropian. Jemi mbrapa, vërtet. Bashkimin e kemi bërë megjithatë, po s'pëshihet. Jo, nuk jemi mbrapa. Posta e ka dërguar. Po, dhe gjithsa nuk e keni një status të tillë, e aq asnjë institucion nuk kemi të Këshillit të Evropës, asnjë gjë tjetër, por kjo është si pjesë e asaj se çka kemi mbjellë dhe jemi duke korrur edhe nuk presimi tash fush me lule edhe nga ata se tek e fundit nuk na kanë as familjes e as me shtëpie që gjithçka çka themi neve të na i bëjnë aminin. Ne duhet të punojmë politikisht, jo të punojmë mbas emocioneve dhe atyre se çka na duket neve më e mirë për shtati. E rëndësishme është që edhe në takimin që ka pasur edhe me do thot me kretë e Serbisë, këtu do thot ka marrë një qëndrim të barazflefshëm, nuk është që vërtet u soll atje më mirë tek ne më keq apo e kundërta, siç e thanë. Nuk ishte më ashpër në Beograd se sa këtu, jo. Nuk ishte? Si ishte? Po, që dëgjoj Beograd ka qeveri. Të mori pak më parë, ishte më ashpër kur takuam me pëdhemi kryeqytetor në Serbi. Për shkak të pozicionimit të Serbisë më ashpër. Po patjetër duhet ishte shumë më ashpër se sa u tregua, po prapse politikat më madhore din të balancojnë gjë të tilla dhe situata është kjo që është. Shkodra. Po tash kjo është lajm në vetvete që komisionera do më thonë viziton rajonin, do ndalet krye komisionere se nuk është pak. Krye komisionera.